Riga Farm ka investuar vazhdimisht në modernizimin e shërbimeve. Sa i rëndësishëm ishte zhvillimi i aplikacionit për kompaninë tuaj? Digitalizimi është një hap i natyrshëm në zhvillimin e Riga Farm. Përmes aplikacionit kemi dashur të jemi edhe më afër klientëve tanë, duke ofruar qasje të shpejtë dhe të lehtë në informata, oferta, këshilla dhe shërbimet tona. Synimi ynë ka qenë të bëjmë komunikimin me klientët më praktik dhe më të përshtatshëm për nevojat e tyre të përditshme. Cili ishte qëllimi kryesor që dëshironi të arrini përmes këtij aplikacioni? Qëllimi kryesor ka qenë përmirësimi i përvojës klientit. Sot njerëzit kërkojnë informata të shpejta, qasje të lehtë dhe komoditet. Përmes aplikacionit, klientët mund të informohen në çdo kohë për ofertat, produktet dhe shërbimet tona direkt nga telefoni i tyre. Ne besojmë se kujdesi ndaj klientit nuk përfundon në momentin kur ai largohet nga banatorja. Klienti duhet të ketë mundësi të qëndrojë informuar dhe të përfitojë nga shërbimet tona, edhe ku nuk ndodhet fizikisht në njëra nga pikat e Riga Farm. Çfarë funksioni ofron aktualisht aplikacioni për përdoruesit? Përmes aplikacionit Riga Farm, ne mund të shikojmë ofertat, produktet tona. Këto janë disa oferta që organizohen vetëm në drejtën e banatorëve Riga Farm, siç janë produkte prej 10-15 deri në 50% zbritje. Po ashtu ka edhe oferta ndryshme, në brende ndryshme, 20%, 30%, 25% deri në 50% zbritje që ofrojmë. Po ashtu këtu mund të shohim produktet apo zgjedhim produkte për blerje, si secili ka zbritjen e vet. Po ashtu mund të shikojmë lokacionet e Riga Farm, cilat pika i kemi më të afërta. Mund të shohim blerjet në aplikacion edhe profilin ton që jemi ndërregjistruar. Kjo është ballina kryesore, edhe këtu janë fletushkat aktive të Riga Farm. Sa ka ndikuar teknologjia në mënyrën se si operon sot rrjeti juaj i banatorëve? Teknologjia ka sjellë shumë përmirësime në mënyrën se si operojmë dhe komunikojmë me klientët. Ajo na ndihmon që të jemi më të organizuar, më efikas dhe më të afër me nevojat e qytetarëve. Për ne, inovacioni nuk është vetëm ndjekja e trendeve, por një mënyrë për të përmirësuar vazhdimisht cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë. A mendoni se klientët në Kosovë po i adaptojnë më shumë shërbime digjitale në sektorin farmaceutik? Po, padyshim, po vrejmë një interesim në rritje për shërbime digjitale. Klientët sot e vlerësojnë shpejtësinë, lehtësinë qasjen e informata dhe mundësinë për të informuar në kohë reale. Kjo reflekton edhe në numrin e gjithnjë më të madh të përdoruesve të aplikacionit tonë, i cili tashmë përdoren nga 10.000 klientë. Kjo është një dëshmi e besimit që klientët kanë krijuar ndaj Riga Farm dhe nevojës për zgjidhje moderne që lehtësojnë përditshmërinë e tyre. Sa e rëndësishme është për një kompani farmaceutike të ndërtojë besim edhe përmes platformave digjitale? Është shumë e rëndësishme. Në sektorin farmaceutik, besimi është themeli i çdo marrëdhënie me klientin. Edhe në botën digjitale ne ruajmë të njëjtat standarde profesionale, transparencën dhe përkushtimin që klientët i gjejnë çdo ditë në banatorët tona. Platforma digjitale është një vazhdim i cilësisë të shërbimit që ofrojmë prej vitesh. Çfarë risish mund të presin klientët nga Riga Farm në të ardhmen? Ne do të vazhdojmë të investojmë në inovacion dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të përvojës së klientit, si në aspektin teknologjik ashtu edhe në cilësinë e shërbimeve. Jemi duke punuar vazhdimisht për të zhvilluar më tej aplikacione dhe për ta pasuruar atë me funksionalitete dhe shërbime të reja, që do ta bëjmë komunikimin me klient edhe më të shpejtë, më të lehtë dhe më praktik. Synimi ynë është që aplikacioni Riga Farm të bëhet një pikë e rëndësishme kontakti mes kompanisë sonë dhe klientëve, duke ofruar atyre vlerën reale në jetën e përditshme. Përfund, cili kish me qenë mesazhi juaj për klientët dhe partnerët e Riga Farm? Dëshiroj të falenderoj të gjithë klientët dhe partnerët tanë për besimin që na dhanë ndër vite. Riga Farm do të vazhdojë të investojë në njerëz, në teknologji dhe në cilësinë e shërbimit me qëllim që çdo klient të ketë një përvojë sa më të lehtë, profesionale dhe të besueshme. Besimi që kemi ndërtuar së bashku është motivi më i madh për të vazhduar të zhvillohemi dhe për të sjellë standarde gjithnjë më të larta në sektorin farmaceutik. Ftojmë të gjithë qytetarët të shkarkojnë aplikacionin Riga Farm dhe të përfitojnë nga ofertat, informacionet dhe shërbimet e përgatitura për ta. Riga Farm po vazhdon të sjellë një qasje moderne në sektorin farmaceutik duke kombinuar teknologjinë me kujdesin ndaj klientit. Andaj ftojmë të gjithë klientët të bëjnë pjesë e aplikacionit Riga Farm dhe të përfitojmë nga një mënyrë më e lehtë, më e shpejtë dhe më praktike për të qenë gjithmonë pranë ofertave dhe shërbimeve apo këshillave tona. Për shembull, ky produkt tensiometër kushton 12,90 €.
Një magnezium kushton 7 euro 30 cent, me skenimin në karteles realitetit. Pra zbritja është nga 20 euro 20 cent në 16 euro 16 cent.